Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, pini ujë me limon dhe do shpëtoni nga ky problem shëndetësor mjaft i përhapur. Çështja e pagjumësisë shqetëson një pjesë të madhe të njerëzve. Ritmet intensive të jetës së përditshme dhe stresi janë shkaktarët kryesor të pagjumësisë. Shumë përdorin pilula për të siguruar një cilësi më të mirë të gjumit. Megjithatë, nëse vuani nga pagjumësia kronike, gjëja më e mirë për të bërë është që ju të konsultoheni me një specialist. Por le të shohim një mënyrë natyrale e cila do të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së gjumit në lidhje me stresin, zakonet tona apo dietën tonë të dobët. Truku është që ju të pini ujë me limon para se të shkoni në shtrat. Konsumimi i tij me stomakun bosh është shumë i mirë për shëndetin tuaj. Megjithatë, ju duhet të pini një gotë ujë dhe lëng limoni para se të shkoni në shtrat nëse dëshironi të keni një gjumë të qetë, të thellë dhe më të mirë. Pas një jave, trupi juaj do të fillojë dhe të përjetojë ndryshime, të cilat do t'ju ndihmojnë të flini më mirë. Ne ju shpjegojmë se si funksionon kjo recetë mrekullie. Shumë njerëz mund të jenë skeptik për këtë trajtim. Në fund të ditës, para se ju të shkoni në shtrat, ju mund të ndjeni se stomaku juaj është më i ndjeshëm dhe për këtë arsye nuk duhet që të pini limon para gjumit pasi është acid. Më mirë është që ju të konsumoni gjëra më të ëmbla dhe njëkohësisht relaksuese, por edhe çuditërisht, kombinimi i ujit të nxehtë dhe limonit është i mirë për trupin ton. Ndërkohë, sipas ekspertëve, uji ngrohtë me limon herët në mëngjes do të ofrojë mjaft përfitime për shëndetin dhe një trup në formë. Limoni është një agrume jashtëzakonisht të pasur me vitaminën C, e cila është e domosdoshme për shëndetin dhe për paraqitjen e lëkurës. Përfitimet e kësaj vitamine për lëkurën, por njëkohësisht edhe për të gjithë organizmin, mund të merren shumë mirë duke përdorur kurën me ujë të vakët dhe limon. Për këtë kurë mjafton që ju të shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe ta konsumoni në mëngjes. Përfitimet që ofron limoni për shëndetin. Lëngu i një kokër limoni përmban më pak se 25 kalori, e njëjta sasi është shumë e pasur me kalcium, kalium, vitaminë C dhe njëkohësisht fibër. Të gjithë këto ushqyes ndihmojnë në gjallërimin edhe në mirëmbajtjen e sistemit tuaj imunitar. Kësaj organizmi është mjaft i ndjeshëm, më i mbrojtur edhe nga infeksionet. Për më tepër, limoni ka veti antiseptike dhe uji me feta limoni është tërësisht i rekomanduar për njerëzit të cilët vuajnë nga problemet me zemrën. Në këtë video, ju do të mësoni më shumë për përfitimet që ofron pirja çdo ditë e ujit të vakët me limon. Imuniteti. Limoni është një burim i jashtëzakonshëm i vitaminës C që e mbron trupin tuaj pavarësisht mangësive në sistemin tuaj imunitar. Limonët janë një burim i shkëlqyer i acidit citrik, kaliumit, kalciumit, fosforit dhe njëkohësisht magnezit. Falë këtyre ushqyesve dhe jo vetëm, pirja e ujit të vakët me limon parandalon njëkohësisht rritjen edhe shumimin e baktereve të cilat shkaktojnë sëmundje dhe mjaft infeksione të ndryshme. pH-i dhe detoksikimi. Pirja e ujit të vakët me limon ndihmon në mirëmbajtjen e nivelit të pH-it në organizëm. Nëse e pini këtë lëng në mëngjes, do të përshpejtoni pastrimin e organizmit nga toksinat. Tretja,
Pirja e rregullt të ujit të ngrohtë me limon ndihmon gjithashtu edhe në rregullimin e tretjes edhe për prodhimin e lëngjeve biliare. Pirja e rregullt e ujit gjithashtu ndihmon në zbutjen e simptomave të urthit dhe njëkohësisht në prodhimin e lëngjeve tretëse. Për më tepër duhet të dini se ajo është shumë e mirë edhe për shëndetin e zorrës së trashë dhe shërben si një antibakterial shumë i fuqishëm. Truri, mëlçia dhe lëkura. Përveç ndihmës që ofron kundër të ftorës, uji i vakët me limon ndihmon gjithashtu në rigjenerimin e qelizave tuaja nervore. Në rastin e mëlçisë, uji i vakët me limon e forcon atë dhe njëkohësisht u jep energji enzimave të mëlçisë. Sa i përket lëkurës, uji i vakët me limon parandalon formimin e akneve dhe njëkohësisht të rrudhave. Ndërkohë ai gjithashtu ndihmon në mirëmbajtjen e shëndetit të syve dhe i mbron ato. Sipas ekspertëve, ushqimi i shëndetshëm nuk duhet të jetë i ndërlikuar. Për shembull, diçka e thjeshtë si uji me limon ofron përfitime të cilat ja vlen ti përmendësh. Forcimi i sistemit imunitar. Agrumet njihen për përmbajtjen e lartë të vitaminës C. Megjithatë, shumica prej nesh ndoshta i lidhin portokallet me vitaminën C më shpejt se sa limonët, por mos i nënvlerësoni limonët. Limoni gjithashtu përmban vitaminë C, e cila mund të ndihmojë në rritjen e sistemit imunitar dhe njëkohësisht t'ju mbrojë nga viruset. Kaliumi. Kaliumi është absolutisht thelbësor për një shëndet të mirë dhe kontribon në funksionimin e duhur të muskujve duke përfshirë edhe zemrën. Kaliumi është gjithashtu i dobishëm për funksionimin normal të sistemit nervor dhe të trurit. Zëvendësuesi i kafes. Nëse dëshironi, ju mund të reduktoni marrjen e kafeinës. Uji i ngrohtë me limon mund të zëvendësojë kafen tuaj të parë të ditës. Mund të jetë njëkohësisht e vështirë të besohet, por shumë njerëz raportojnë se uji me limon u jep energji në mëngjes dhe i ndihmon më vonë gjatë ditës, sikur pinë kafe. Ndihmon gjithashtu edhe në rënien në peshë. Fibra e pektinës, e cila gjendet në limon, ndihmon në luftimin e urisë dhe dëshirave, duke e bërë kështu më të lehtë të kapërceni snekun e pasdites ose të mbrëmjes. Balancon pH-in. Pirja e ujit me limon, i cili është acid, në fakt ndihmon në neutralizimin e acidit në trup dhe e kthen acidin në alkalik, i cili është më i shëndetshëm dhe mund ta bëjë më të lehtë humbjen e peshës. Ndihmon tretjen. Miliona njerëz vuajnë nga çrregullimet e tretjes, si refluksi gastroezofageal dhe sindroma e zorrës së irrituar, dhe njëkohësisht kompanitë farmaceutike fitojnë miliona duke shitur barna me receta të dizenjuara për të trajtuar këto kushte. Uji me limon gjithashtu është një ndihmës i mirë për tretjen, i cili mund të zvogëlojë varësinë nga barnat me recetë ose ndoshta edhe t'i eliminojë ato, por mos e bëni këtë gjë pa u konsultuar me mjekun. Jep frymëmarrje të freskët. Pirja e ujit të vakët me limon gjithashtu mundet që t'ju ndihmojë në kontrollin e gingivitit dhe gjithashtu të ndihmojë në promovimin e shëndetit të mirë oral dhe të frymëmarrjes së freskët. Detoksifikimi. Limoni gjithashtu mund të ndihmojë në stimulimin e mëlçisë, e cila njëkohësisht është përgjegjëse edhe për largimin e toksinave të ndryshme nga trupi. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona
që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.